Pasi 70 arsimtar të shkollës fillore Hasan Prishtina u regjistruan nga së bashku, një koleg i tyre në shkrimet të regjistrimit u dërgoi pa leje në sindikatën rivale të arsimit dhe kulturës, duke i bërë antar të saj. Për këtë problem ka njohuri edhe drejtori i shkollës Milaim Berisha, që tha se arsimtarët e Hasan Prishtinës janë larguar nga së bashku për shkak të pakënaqësive me këtë sindikat. Me rastin e daljes nga së bashku, do thot ka indikacione, kemi njohuri që kjo punë ka ndodhur. Për atë jepin informata dhe stafi arsimor. Personi që ka qenë kryetari i së bashkut në këtë shkollë, do thot i ka të rjekë në shkrimet e mësimdhënësve të cilët kanë dalë nga kjo sindikatë dhe i ka deponuar në sindikatën tjetër. Nezer Gashi për disa vite ka shërbyer si kryetari i së bashkut për shkollën Hasan Prishtina, ndërsa së fundi është pjesë e këshillit iniciues të sindikatës së re paralele të arsimit dhe kulturës së Kosovës. Gashi nuk deshi të flas para kamerës, por mohoi se keq përdori në shkrimet e kolegëve. Problemet në shkollë sipas tij lidhen me frustrimin e disa mësimdhënësve për shkak se pjesa tjetër e kolektivit nuk e ka përkrahur grevën e së bashkut. Drejtori Berisha pranoi se nuk ka marrë masa kundër mësimdhënësit Gashi, pasi deklaroi se për çështje sindikale nuk mund të bëjë asgjë. Çështja e nënshkrimeve sipas drejtorit nuk ka ndikuar në përçarjen e kolektivit. Jo, nuk ka përçarje me shkollës, absolutisht nuk ka përçarje. Këta me vedije kanë dalë nga sindikata, edhe me vedije do ta formojnë një sindikat brenda institucionit arsimor. Por mësimdhënësja Merita Ahmetaj, që drejton sindikatën e punëtorëve të shkollës që braktisën së bashkun, gjendjen në Hasan Prishtina e konsideron konfuze. Puna me mësimdhënësve është shumë konfuze për shkak të paraqitjes së sindikatës. Na si mësimdhënës kësaj shkolle jemi largu qysh në qershor nga sindikata e bashkuar e arsimit Kosovës. Ekipi Kallxo.comit e pa këtë gjendje kur Ahmetaj u grind me fjalë me Nezer Gashin. Arsimtarja Ahmetaj tregoi se si u keqpërdorën në shkrimet nga Gashi. Me largimin ton nga së bashku, jemi nënshkruar që dëshirojmë të tërhiqemi. Edhe ato nënshkrime janë shku për largimin ton. Mirë po në anën tjetër janë keqpërdorur. Nga kush janë? Nga ish kryetari i sindikatës që ka qenë këtë shkollë. Edhe i cili është ai? Nezer Gashi. Sindikata e shkollës që drejtohet nga Ahmetaj u themelua me 25 prill 2014. Edhe pse gjendja mes disa punonjësve të këtij kolektivi duket se nuk është e mirë, ata në diçka ishin unik. Nuk ju bashkuan grevës së bashkut. Këtë të premte në Hasan Prishtina mësimi u zhvillua normalisht, por u vërejtë mungesa më të theksuara të nxënësve.